Aksionet guerile para luftës, sikurse ato të komandantit Zaher Pajaziti dhe ngjarjet historike si epopeja e ushtrisë shqiptare të Kosovës e kanë bërë udhën e çlirimit të pakthyeshme. Çdo 12 qershor ne kujtojmë të gjithë brezat të cilët u përpoqën, vuajtën, u sakrifikuan përgjatë okupimit të Kosovës nga Serbia për afër 87 vite, e që u përmbyll me luftën e lavdishme çlirimtare dhe me ndërhyrjen e NATO-s në Kosovë. Komandanti Zaher Pajaziti, bashkë me Akif Zejnullahun, Edmond Hoxhën dhe me shumë shokë të tjerë, e dinin që liria e popullit, çlirimi i vendit, bashkimi e shteti, demokracia, republika nuk mund bëhen pa e konsideruar që faktori i brendshëm është vendimtar dhe nismëtar. Prandaj edhe ata qysh herët u organizuan në mënyrë që Kosova të çlirohet dhe të shporret armiku ynë, Serbia agresore e hegemoniste. Sot Republika e Kosovës e ka ushtrinë e fortë, e ka policinë e aftë, e së shpejti do të ketë edhe gjandarmëri, në mënyrë që ta sigurojmë paqen, ta garantojmë stabilitetin institucional, të kontribuojmë sigurisë dhe stabilitetit rajonal e mëgjer, të vazhdojmë me hapat tonë drejt integrimit në NATO e në Bashkim Evropian dhe sundimi i ligjit e të drejtat për qytetarët të jenë kudo për herë për secilin. Gëzuar 12 qershori, dita e çlirimit të Kosovës dhe lavdi të gjithë dëshmorëve e martirëve të kombit.